Përshëndetje të nderuar shikuesi ju adhurues të basketbollit, po vazhdojnë jetë këtë Superligës me duelin ndërmjet Ravecit 0-29 dhe Borës direkt nga palestra Miza Erisma këtu në Rahovec. Raveci 0-29 nuk kanë qenë të kënaqur me rezultatet e deri tanishme, kanë reaguar me njerë, për shumë pesshën startuese të Ravecit, Roshe, Pullian, Rugova, Umipik dhe Regja startojnë në anën tjetër tek Bora. Do të startojnë Hunter, Jules, Mekic, Hot dhe Jetmir Zeqiri. As një dyshim ma ndërmjet Go plus 5 dhe Trepqës nesër mbrëma. Topi barë në duart e Amin Hotit. Në topin tek Bart Regja. Derë në fund kapiteni nuk arriti të realizon. Topi kthehet në duart e Umipik të pavëmendshëm tregojnë në mbylljen Bukuraj top, por shini blokadën edhe ngulitjen më pas të Jules. Një akcion si shigjet, as unë nuk arrita që të e komentoj blokadën e më pas edhe ngulitjen, se sa shpejt rjedhi me njëherë Jules me i larti në kërcim. Hunter, tek Zeqiri, i cili realizon në kundërshtor Jules. Mekic, të ndubin të Amin Hot edhe njëherë. Adem Mekic realizon për 3 pik. Mekic. Edhe njerë nga bën Adem Mekic. Kundërsojnë Pullian deri në fund shkën. Të mungon bukur ai topi Hunter tek Peyton, nuk tentoj, por e ktheu topin tek Cheese që qëllon për Umipik. Tek Rugova. Peti do të gjuan për 3, por shini blokadën. Edhe një tjetër top i vjedhur i Taylor Cheese që shkon në kundërsolm. Ngritën pak sa tensionet tashmë në palestër. Amin Hot do të gjuan për 3 pik, realizon në sekundën e fundit të aksionit. 11-23. Triote dhe vërsia më e thellë skuadrës së Borës në fund të 10 minutave të para. Kryesisht 10. Anë tjetër Durguti do të tenton me një herë për 3 pik në tentimin e tij të parë, apo prekjen e parë të topit në 16-25. Jules ai top pasimi gabuar në kundërsulmi mundson Ravecit të realizojnë shpejt me Pullian. Pullian afër tij është Hot. Rugova do të tenton për 3 pik, realizon Fisnik Rugova. Arrin të realizon nga ajo pozit. Dërsa super asistim në anën tjetër për Zeqirin. Do të tenton vetë për 3 pik. Ka që duhet për të realizuar. Shkan topi tek Regja. Nuk ka pik. Ukaj, Hunter, bukur tek Adem Mekic që realizon. Peyton do të tenton për 3 pik. Peyton Junior realizon për 3 pik. Zeqiri. Mekic, bukur shkon vetë deri në fund lëvizje. Umipik do të tenton për të përgjigjur me trishe, e bën këtë Aizia Umipik. Gjithsesi kërkon timeout trajneri ka. Nuk është i saktë në dytën, por i kani është aty për ta marrë atë. Do të gjuan Hadis Durguti për 3 pik, realizon i riu nga Rahoveci për 3 pik. Cheese tek Amin Hot që gjuan për 3 pik, edhe njerë është i sakt. Amin Hot nga via për 3 sonte. Amin Hot. Mekic gjuan për 3 pik, edhe Adem Mekic është i Umipik. Gjuan, realizon për 3 pik, Aizia Umipik, kështarës. Durguti gjuan për 3 dhe një herë i sak. Hadis Durguti. Bukur tek Rugova. Roshe realizon aksion i bukur i skuadrës së Rahovecit për 48-62. Peyton, Mekic, Ukaj,
Gjuan edhe Ranukaj për treshe. Pullian. Gjuan për tre është në sak Kentrell Pullian. Elërqiz vetë deri në fond realizan. Se Prishtina tashmë me 2 mungesa të më dha kapiteni Daniel Drejaj do të mungon për një kohë të Pullian. Burguti bukur tek Julian Rëshe, asistent. Redi si topi në duart. Tani të Amin Hoqë Gjuan në sekundat e fundit. 19 pik. Mire mendoj atë pasim Pullian, por nuk u konkretizua me pik, ndërsa në anën tjetër kemi hyrë në minutën e fundit të kësaj përballje. Bukuraj top tek Jetmir Zëqiri. Vetëm të kuptohet rezultati final i kësaj përballje. Gjuan për 3 pikë, edhe Hunter e realizon pikën e tij të teja e gjuajtjes së lirë, krijohet tashmë edhe përsia më e thellë. Ujkani deri në fund shkon qëllan. Do të përfundon ndeshja me këtë rezultat 65-85. Bora arrin fitoren ndaj Rahovecit.